Isha sot në emër të Partisë Demokratike për të takuar pronarët të cilët preken nga shpronësimi I pa drejtë, brutale dhe shpërfillës si Edi Rama dhe qeverisë. Siç e shihni këtu preken jo 1, jo 2, jo 3, po preken qindra familje të cilat punojnë në këto biznesa dhe kanë një vlerësim prej 6.7 milion euro tona këtu, vlerësimi bankë, ndërkohë që Edi Rama e vlerëson 290 milion lekë të tjetra pa plan dhe pa asnjë projekt, ndërkohë që projekti Mollëmarrës ka 3 vjet që zvarritet nga ana e Edi Ramës dhe Ramës vetë në bashki. Partia Demokratike dhe garantoj qytetarët në emër të Partisë Demokratike që Partia Demokratike do të bëjë një ligj sapo të vinë pushtet në të cilët do të vlerësoj dhe do të shpronsoj me vlerën reale të gjitha ndërtimet e prekura në mënyrë të palishme nga Edi Rama, të shkatruara në mënyrë të palishme nga Edi Rama. Po ashtu Partia Demokratike ka ngritur një ekip ekspertësh të cilët po vlerësojnë, po evidentojnë dhe po listojnë të gjitha pronat e prekurat të qytetarëve kudo në Shqipëri, në Vlorë, në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe po ashtu duhet garantoj qytetarët që sot ju preket prona, por edhe zyrtarët, të cilët nuk po duket se zbatojnë ligjin, po zbatojnë vetëm fjalën e Edi Ramës, që mos sot nesër do të bëjnë përgjegjësi një para ligjit. Ashtu siç ligji e parashikon, ashtu siç e parashikon Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, që çdo prekje pronës në mënyrë të palishme mbahet përgjegjësi para ligjit dhe do të shkohet në burg. Edi Rama ka ndërtuar shtetin dhe është si ajo edukatorja e kopshtit dje, ku I dhunon të pambrojturit, I dhunon të pamundurit dhe pastaj vjen edhe bën selfie për reklam. Faleminderit. 20-30 janë veta, po punëtor. Ku do vemi? Duhet të na mbështesni një rreth. Turizmi tha nuk kalon atë gjatë, kaloj dhe pikën nga. Unë nga marrë gjatë e dasma, nuk kam në Fransë, në Amerikë, në Angli, mua do më vrasin njësër ata. Do më vrasin, jo në kalon të katë në Angli. Dhe nuk të buku, vjetë I të mundë, dhe e të në